Bashkoni këto tre përbërës dhe i vendosni në flok, do mahniteni nga ajo që do t'ju ndodhë. Hudhra është shumë e pasur me vlera për shëndetin e njeriut që nga koka deri te këmbët. Ajo rekomandohet për trajtimin e shumë problemeve të ndryshme, veçanërisht ato të rritjes së shëndetshme të flokut, gjithashtu edhe kundër problemeve të zbokthit. Hudhra ka aftësi shumë të mira në rritjen e flokut kundër zbokthit dhe gjithashtu në mbajtjen e shëndetshme të skalpit të kokës, duke e mbajtur atë më të shëndetshëm dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që i kanosen. Hudhra është e pasur me shumë minerale siç është magnezi, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përveç sulfurit, hudhra është e pasur gjithashtu edhe me vitaminën A, vitaminën C dhe gjithashtu edhe me fiber dhe aminoacide, shumë të rëndësishme këto për rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu edhe parandalimin e problemeve të flokut. Këto të fundit luajnë një rol të rëndësishëm për shkëlqimin dhe forcimin e flokut. Sulfuri të hudhra do të përmirësojë shëndetin dhe strukturën e flokut, ndërsa alicin, një substancë që aktivizohet me shtypjen e hudhrës, do të luftojë gjithashtu problemet e mykut, sidomos edhe ato që shkaktojnë bakteriet e zbokthit. Prandaj ekspertët këshillojnë përdorimin e kësaj recete në mënyrë natyrale në kushte shtëpie, si një zgjedhje mjaft të mirë të shpejtë kundër këtyre shqetësimeve. Maska me hudhër gjithashtu për trashjen e flokut mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Si fillim duhet të merrni 7 deri në 8 thelpi hudhër, më pas i hidhni ato në mikser. I përpunoni derisa të përfitoni një masë të njëtrajtshme të butë, të cilën më pas duhet ta shtrydhni. Për maskën e flokut nevojiten të paktën 2 lugë gjedhe me lëng hudhre. Kjo sasi më pas duhet të përzihet me një lugë gjedhe vaj ulliri, një lugë gjedhe me mjaltë, gjithashtu edhe të verdhat e një veze. Pasi t'i keni përzierë mirë, maskën e përfituar e vendosni gjithashtu edhe në skalpin e kokës. E mbani për të paktën 20 minuta dhe më pas e lani kokën me shampo. Nëse maska shoqërohet me ndjesinë e fortë të djegjes, atëherë shplani flokën tuaj dhe mos e përdorni më. Kjo tregon që mund t'jeni alergjik ndaj përdorimit të kësaj recete. Lëngu i hudhrës me limon në kombinim kundër zbokthit. Përzieni 2 lugë gjedhe me lëng hudhre, 1 lugë gjedhe lëng limon dhe 1 lugë gjedhe gjithashtu me mjaltë. Lyeni skalpin me maskën e përfituar dhe mbani atë në flokën tuaj për të paktën 30 minuta. Më pas i lani flokun dhe e lini të thahet natyrshëm. Maska mund të përdoret të paktën 2 herë në javë. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e flokut, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Lëngu i hudhrës në kombinim me kosin mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër rënies së flokut. Përzieni 2 lugë gjedhe me lëng hudhre, 1 lugë gjedhe me vaj kastori, 1 lugë gjedhe me vaj kokosi dhe 1 lugë gjedhe kos, 1 lugë gjedhe mjaltë. I përzieni përbërësit mirë dhe vendosni masën kremoze në të gjithë skalpin e kokës. E mbani për 30 minuta dhe më pas e lani kokën me shampo. Hudhra dhe kamomili mund të përdoren gjithashtu si një recetë shumë e mirë edhe për flokun e thatë. Përzieni 2 lugë gjedhe me lëng hudhre, 3 lugë gjedhe me çaj kamomili, të verdhën e një veze dhe 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Pasi t'i keni përzierë mirë të gjithë përbërësit, e vendosni maskën në skalpin tuaj të kokës dhe e mbani atë për të paktën 30 minuta. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit të flokut tuaj dhe gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Por si të largoni erën e hudhrës nga skalpi juaj i kokës? Jeni të kujdesshëm dhe filtroni atë sepse grimcat e vogla të hudhrës mund të mbesin në flokun tuaj dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe erën e keqe. Pasi ta aplikoni këtë maskë në flokun tuaj, këshillohet që ta shplani flokun tuaj me shampo, në mënyrë që të largoni gjithashtu edhe erën e keqe të saj. Përdorimi i maskave me hudhër për flokun tuaj mund të jenë rezultate mjaft të mira ushqyese, të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike
në rigjenerimin e flokut, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme që të ndiqen këto trajtime në mënyrë të kujdesshme dhe asnjëherë në mënyrë të tepruar, pasi mund të ndikojnë negativisht edhe në imunitetin tuaj. Hudhra është shumë e pasur me vlera për shëndetin nga këmba te koka e njeriut. Ajo rekomandohet kundër një sër komplikacionesh, gjithashtu edhe kundër problemit të flokut. Për të realizuar një maskë kundër rënies së flokut, mund të ndiqni këto hapa. Si fillim, merrni këto përbërës: një lugë gjedhe me lëngë mjalt një lugë gjedhe, 3 gota ujë, 3 qese të çajit bimor të kamomilit, një e verdh veze, një lugë gjedhe xhel aloe vera, një shampo baby dhe peshqir. Përzieni një pure me 4 karafila të hudhrës që të krijohen lëngu i një lugë gjedhe. Përzieni lëngun e hudhrës me një lugë gjedhe mjalt në një enë të vogël qelçi dhe i përzieni përgatitjen duke e vendosur në frigorifer. Hidhni 3 gota të ujit në një tigan të mesëm, pastaj hidhni ujin në qese dhe kamomil dhe vendosni në një zjarr të ngadalë. E ziejni për 30 minuta dhe më pas e përziejni. I përzieni të verdhat e vezës dhe hudhrës dhe shtoni mjaltin. Shtoni aloe vera dhe i përzieni mirë. Masazhoni kokën me këtë përzierje që keni përgatitur. Përdoreni të gjithë përzierjen. Mbulojeni flokun me peshqir për të qëndruar maska e ngrohtë. E lini për 20 minuta dhe më pas i lani flokët tuaj me ujë të vakët. Përdorime të tilla për flokun tuaj mund të jenë gjithashtu edhe zgjidhje mjaft të mira ushqyese për shëndetin e tyre. Duke ndjekur hapat e duhur për të pasur flok të shëndetshëm, atëherë duhet të përdorni edhe receta të duhura. Maska për flokët me mjaltë dhe qumësh gjithashtu mund të japë një mbrojtje më të mirë për rritjen e tyre. Kjo maskë është shumë e thjeshtë dhe drejt për drejt. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni një lugë gjedhe mjalt, një gotë me qumësh dhe më pas të shpërndani atë në flokun tuaj nga rrënjat e majat. E lini këtë maskë për 15 minuta dhe më pas e shplani kokën me ujë të vakët dhe shampo. Më pas, duke shmangur bletët, ju do të shikoni rezultate të mahnitshme për flokun tuaj. Maskat për flokët e kremit të arës së kokosit. Kjo maskë është pak ngjitse e ëmbël dhe paksa kohë konsumueshme, por gjithashtu ja vlen çdo minutë që harxhoni me të. Merrni një copë krem are kokosi dhe ngrohni atë në duart tuaja. Kur ajo të bëhet e butë dhe e përpunueshme, masazhojeni atë në flokun tuaj. Ngadalë dhe me kujdes, mblidhni flokun tuaj me një peshqir të ngrohtë dhe lini maskën në flokun tuaj për rreth 1 orë. Më pas e shplani flokun me shampo të butë dhe lini që të thahet si zakonisht. Maska për flokët me banane dhe bajame. Bananet dhe bajamet janë shumë të mira për flokun tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një banane dhe gjithashtu e bëni pure. Më pas shtoni 3 pika vaj bajamesh këtë përbërje, i përzieni mirë dhe masazhoni përzierjen në flok. E lini të qëndrojë për 25 minuta dhe më pas i lani flokët tuaj me shampo. Maska për flokun me lule shtrydhe. Lule shtrydhe tashmë nuk janë vetëm për të ngrënë. Merrni një filxhan me lule shtrydhe sa më e butë dhe e pjekur të jetë aq më e mirë. Një të bardhë veze dhe 2 lugë gjedhe vaj ulliri. I përzieni së bashku derisa lule shtrydhet të ngjajnë më shumë si lëng ose si copa të ngurta. E shpërlani përzierjen në flokun tuaj dhe e vendosni për 20 minuta. Më pas e lani me ujë të bollshëm. Maskat për flok me vezë dhe gjithashtu produkte të ndryshme. Kjo tingëllon e jashtëzakonshme, por gjithashtu kombinimi i vezës në forma të ndryshme të maskave do të japë rezultate fantastike për flokun tuaj. Maska për flokët me avokado dhe majonezë. Majonezi dhe avokado janë shumë të mira për flokun tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një kavanos plot me majonezë dhe një me avokado të bërë pure. I përzieni mirë dhe aplikoni në flokun tuaj. Kushtojini vëmendje të veçantë rrënjes së flokut dhe për 20 minuta shplani kokën tuaj me ujë të ftohtë. Ju do të shikoni ndryshimet. Maskat e flokut me vaj ulliri dhe lëng limoni gjithashtu janë fantastike për të patur flok të shëndetshëm dhe gjithashtu më të mbrojtur. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie sigurisht që do ju jap të keni flok më të shëndetshëm dhe gjithashtu edhe më të fortë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.